Nëse heni shehoni po disa reagime që i bënë, për gjitha... Po, pati reagime u dënua dhuna, nuk është se tua dhuna, po në mesin e atyre reagimeve pati edhe akuza pastaj për kundërshtarët politik. Që të bëdu me dalë? Mrekullia që ti populli është pikrisht që kjo që bëdu me thonë që tash. Kur nuk bin, edhe është fati madh, e uroj që mos me ra në ndikimin e ty në asniherë. Njerës që na i kena vesh me petkun e besimit ton qytetar, edhe me këto pozita që ja dhom, e kanë përgjegjësinë shumë atë lartë se sa secili qytetar i kësaj republike. Në qëtë shoqëni tonë, e sheh që qytetari është ma, si themi, ma i vëmendshëm, don me rujt gjuhën një pjesë që nuk janë dirigjuar në politike, se sa njerëz me pushtet. Apo dhe meritoj, kur e pash me Fail Bajqinovsin, ty kallëzu një farë trimnie, me demek se cili që del për këtyne tash, se Sami Lushtaku ka portretizu si figura ma guximtare luftës, që shka i bojone. Për shumë, Dejona Mihajli, kur dil ka atëherë, dhe ke mos u bot tëc, dil në Skenderaj. A dhe kjo e pastër. Para mendoj e tash, do më ati nivelin e ki, si themi, qytetarit ma të rëndëm së republike, që nuk është i ndikun për tyne, e ki ma racional, e ki ma të but, për dënë që të republikë. Këta, pjesa madhe, se kesh ty e thok një pjesë madhe, e këtyne magarve, nuk e din as pozitën që e kanë. Ti e deputet o vla. A me dënë, ti edhe kur ka incidente, ose kësi tensione shëshnore, ti dush me dalë, edhe mi bo thirje, për me thonë është incident, do të merren organet e drejtësisë, kena ndërtu shtet, i kena mekanizmat kejtë shtetëror. Po jo me dalë me të kallëzu. Një pjesë e madhe e këtyne adi ku e kanë hallin. Për besë, po mdokët kanë munges të madhe të ndjenjes patriotike. E tash kur e ki qatë farë mungese, kështu në gjenë, në trashëgimi, në themelet tua, si familje, tani dënë me shpërfaq në kësi momente ku ti thu që tash është, si me tha, është audienca e madhe, edhe dalën të kalëzën një farë trimlëku. Ku në për kalëzën për trimlëku? Sot në qëtë ven, e në qëtë studio, e për çdo natë, na ishtë dash mi trajtu do tema, me cilat ku dalën për kësaj studio, për çdo ditë në kalëzën qytetarët e Kosovës. Çfarë mirimi jonë t'ju ballafaqu qytetarët e kësaj republike në për institucionet shëndetësore, me pa nivelin e degradimit që është të nashkuna për shkolla, na për ketë ministrit, ku sot pjesa ma e madhe 80% e administratës sot rrinë, për shkak se nuk e bojnë as një veprim, se si cili për ty në akuzohet, kjo është e atina, kjo e këtina, kjo e atina. Para me ndojë, në çfarë degradimi kemi radhë. Dhe më njerës që marrin pare dhe kanë përgjegjësi me u kujdes për qytetarin, e për hallet e qytetarit, na kanë shëndru shoqërinë për përfshin në problemet e tyne. Për çka? Për pushtet. Po jeni bëjmë pushtet, ja u kena dha votat, jeni deputet, jeni ka i mërni ton ato paga. A për kupton, të pakten mës në asilni qitë shqetësim shëshnor. Për çka, as i debat nuk është për me zgjidhni një problem. Blakaj, me gjithat, po,